Ekzistojnë dy lloje të njerëzve në botë, kur vjen tek procesi I qëndrimeve dhe mendimeve. Tani, lloji I parë I njerëzve janë ata të cilët presin që t'ju vijë mundësia dhe në thojza ata të përfitojnë nga ajo. Dhe ata presin pafundësisht për ndonjë mirazh ose për ndonjë rrugdalje që t'u shfaqet në mënyrë magjike. Megjithatë, ajo asnjëherë nuk vjen. Dhe ata përfundojnë në ndonjë punë që ata as nuk e kanë pasur synimin që të jenë, duke bërë punën që ata nuk e dëshirojnë. Dhe e gjitha kjo është për shkak se ata nuk deshën që të rrezikojnë. Dhe lloji tjetër I njerëzve, këto janë ata që gjejnë një mënyrë që t'i krijojnë mundësitë për vete. Këta janë ata që e krijojnë fatin e tyre. Këta janë ata që e jetojnë jetën e tyre sipas mënyrës së tyre dhe këto janë ata që e jetojnë jetën që ata duan, që ata e kanë përcaktuar dhe që ata e përfituan. Dhe dallimi në mes këtyre dy llojeve të njerëzve vjen në përfundim të një koncepti: frika. Bani mend, e vetmja frikë që ju duhet të keni në këtë jetë është frika nga vetvetja. Sepse ata që nuk kanë frikë të shkojnë pas asaj që e dëshirojnë, janë ata të cilët dalin të suksesshëm. Dhe çdo person I suksesshëm e kushtozon mendjen e tij që të mendoj se ai do të bëhet ajo për të cilën ai dëshiron. Dhe suksesi është vetëm një rezultat I të mos pasurit frikë, që të përmbushni çdo gjë që ju dëshironi, sepse çdo gjë është e mundshme. Ekzistojnë shumë njerëz që e nënvlerësojnë veten duke menduar se njerëzit e suksesshëm janë ata të cilët kanë qenë me fat, ose ata që kanë qenë produkt I rrethanave të mirë. Por ju jeni I drejtues I makinës suaj dhe ju jeni frena e vetes suaj, që nënkupton se ju jeni I vetmi që mund të përcaktoni fatin tuaj. E keni parasysh, ne mund të shohim tek shumë milioner ose bilioner që kanë filluar absolutisht prej asgjëje dhe kanë përfunduar aty ku ata kanë dashur të jenë. Sam Walton, Ralph Lauren, Harold Hamm, David Murdoch, Howard Schultz, Oprah Winfrey, Bill Gates, John Paul DiGioia, të gjithë këta njerëz filluan me asgjë dhe ndërtuan perandorinë e tyre, me një proces gradual, duke vendosur gjithçka për të fituar atë që ata e duan. John Paul filloi me produktet Paul Mitchell në $700. Ai investoi vetëm $700 për këtë punë qesharake, të ngurlitur dhe të definuar në mendjen e tij që t'i shndroj këto para në diçka më tepër. Ai dëshironte që t'i vendos të gjitha në një linjë, përpjekje pas përpjekje, dhe ai besoi se mundet që të shndroj atë produkt në diçka të fuqishme, dhe ai u bë bilioner. Dhe akoma ai nuk ka ndaluar, për shkak të mosqenurit I kënaqshëm me performancat e kaluara, dhe duke mos pasur frikë që të dalë atje jashtë dhe të bëj atë gjën e dëshiruar. Askush nuk ka arritur aty ku është pa mos ju përplasur muret mbi kokë gjatë rrugës, sepse nuk ka rëndësi se sa I mirë ju mund të jeni dhe sa punë ju dëshironi të vendosni në të. Gjithmonë do të ekzistojnë pengesa,
Gjithmonë do të ekzistojnë ata njerëz që do t'ju thuan se ju nuk mund ta bëni. Por i vetmi person që mund t'ju avërtetoj atyre se kanë të drejtë ose gabim jeni ju. I vetmi që do t'ju mbaj juve pas është vetja juaj. Dhe për çdo mur që do t'ju dalë përpara si pengesë, ju vetëm duhet të pyesni veten, a do të vazhdoni ta kaloni murin ose do të lëni t'ju ndalojnë? Sepse këto mure kanë ekzistuar për një arsye dhe vetëm për një arsye, që të kuptohet se sa shumë ju doni diçka. Asnjë biznes ose përpjekje nuk ka prodhuar magjikisht rezultate brenda natës. Të gjitha ata janë rezultat i të kaluarit mur pas muri, dhe gjitha bie në përfundim të asaj se si ju dëshironi ta shihni idenë dhe përpjekjen tuaj realisht deri në fund. Ju gjithnjë mund t'i drejtoni gishtin dikujt tjetër ose ndonjë rrethane që t'ju kish penguar të jeni atje ku ju dëshironi të jeni. Ka njerëz që ankohen nga ekonomia dhe kjo qenë ka arsyeja pse ata nuk janë të suksesshëm. Megjithatë, në vitin 1980, recensioni dhe papunësia kanë qenë më keq se që është sot. Ju gjithmonë mund t'ia drejtoni gishtin dikujt tjetër dhe të thoni se kjo është arsyeja, por në realitet e gjitha varet nga ju. Ju e keni zgjedhjen. Çdo ditë të vetme se çfarë do të bëni me jetën tuaj, me kë do ta kaloni dhe ku do ta kaloni jetën tuaj. Por nëse vetëm dilni atje jashtë dhe bëni atë që e keni pasion, atë që ju e besoni, ju do të bëheni ai që ju dëshironi. Ju vetëm duhet të besoni se mundeni, ju duhet të besoni se për ëndrrën tuaj ju duhet të bëni të gjitha sakrificat që janë të nevojshme për të fituar. Njerëzit e suksesshëm gjithnjë e bëjnë këtë. Pra të gjithë këta biznismen dhe lider që kanë qenë dhe janë, të gjithë ata atlet profesional, këngëtar, aktor, udhëheqës komunitetesh, ish president të Shteteve të Bashkuara, ata nuk friksohen të krijojnë mundësitë e tyre. Ata e dinë se ku shkojnë në këtë botë. Ata e dinë se ku do të përfundojnë. Po ju e dini?